Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë edhe këtë të martë të 12 majit, do të jemi së bashku në transmetim të drejt për drejt, në televizionin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24, ashtu siç e keni ndjekur edhe nga fleshi ynë informativ paralajmërues, ditën e sotme ka thyer reshtjen një 21 vjeçare, lajmi së cilës u bë ditur ditën e djeshme pasi mjeku 72 vjeçar Nikola Nunka e ka ngacmuar atë seksualisht. Vajza ka folur gjithë atë përjetimin e saj ditën e diel, por edhe ditët më përpara menjëherë pas një operacioni dhe kremin e aplikuar nga mjeku 72 vjeçar dhe menjëherë pas denoncimit në media të babait të 21 vjeçares, të tjera denoncime kanë mbritur në për televizione dhe në për portale, ku vajza të tjera po edhe djem ndoshta adoleshent, një 15 vjeçar ka folur për këtë mjek, ndërkohë që ka pasur emisione investigative kolegë të cilët kanë folur për mjeku Nikola Nunka. Ne ditën e sotme do ta flasim këtë histori sepse ka thyer heshtjen për herë të parë 21 vjeçaria, vetëm pas pak do të jem me babain dhe me gjyshen dhe më pas do rikthehemi me intervistën e 21 vjeçares. Kush është rasti për gjithë ata shqiptarë që ndoshta janë të pakët në numër që nuk e kanë ndjekur se çfarë ka ndodhur ditën e diel në spitalin e Korçës? Vajza ka lënë ambientet e këtij spitali menjëherë pas denoncimit që babai dhe gjyshja, por edhe vetë 21 vjeçaria kanë bërë tek uniformat blu, kështu që spitali i Korçës ka marrë pezullimin e mjekut 72 vjeçar, ndërkohë që priten edhe hetimet për këtë çështje. Ndjekim materialin. Një mjek 72 vjeçar në Korçë është arrestuar pas kallëzimit të një paciente e 21 vjeçare, e cila pretendon se gjatë kontrollit mjekësor e ka prekur në pjesët intime të trupit. Vajza i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale në apendiks dhe ka qëndruar disa ditë në spital, kohë gjatë të cilës pretendon se është ngacmuar në mënyrë të përsëritur nga mjeku. Pas arrestimit të mjekut ka reaguar edhe babai i 21 vjeçares, i cili thotë se 72 vjeçari e ka prekur vajzën në pjesët intime të trupit, si dhe ka tentuar ta podhë. Babai sqaron se 21 vjeçaria ishte dërguar në urgjencë me dhimbje barku e të villa dhe pas kontrolleve u vendos që të kryente një ndërhyrje kirurgjikale. Ai thotë se veprimet e turpshme nga mjeku janë kryer teksa po mjekonte plagën pas operacionit, duke nxjerrë jashtë familjarët e tjerë që ndodheshin në dhomën ku ajo ishte shtruar. 21 vjeçaria ndodhet ende në spitalin e Korçës, ku i është marrë kallëzimi nga policia, kurse më pas është bërë shoqërimi dhe arrestimi i mjekut 72 vjeçar. Babai thotë se vajza është në gjendje të rënduar psikologjike dhe ai kërkon zbardhjen e plotë të rastit nga grupi hetimor, duke kërkuar drejtësi. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Dua të falenderoj edhe kolegen Lorena Kodra në qytetin e Korçës për gjithë kontributin e saj për zhvillimin e emisionit Me zemër të hapur ditën e sotme. Keni pasur mundësi të ndiqni dhe intervistën e babait të 21 vjeçarit ditën e djeshme. Falenderoj Lorenën dhe përshëndes drejt për së drejti nga studio emisionit Me zemër të hapur. Me mua në studio Sara Demrozi, avokatja jon. Përshëndetje Sara, mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit. Ju vini nga shoqata e avokatëve antikorrupsion, detektive privat me në krye avokatin Ndue Pjetra dhe në krahun tënd, dhe Ksena Qirisi, psikologja jon, psikologe klinike, por kryesisht me të rinjt dhe një e re, 21 vjeçare, me një jetesë në shtetin italian. Do ta flasim sepse për herë të parë zbulohet e gjithë dinamika, ajo jeton me nënën në Itali, ndërkohë që babai është i divorcuar nga nëna e saj, jeton në Gjermani. Ajo kishte vajtur për pushime tek babai, ky i fundit e sjell në Shqipëri për takuar gjyshrit dhe këtu ndodh gjithçka që kemi pasqyruar gjithë këto ditë. Pra nga dita e djeshme deri në këto momente që po flasim. Faleminderit Eksen që të kisha në studio, ndërkohë në një lidhje të drejtë për drejtë nga Korça kam babain e 21 vjeçares fillimisht. Përshëndetje zotri. Përshëndetje. Në radhë parë falenderoj që ke pranuar ftesën e emisionit Me zemër të hapur, edhe pse ju keni qenë shumë aktiv ditën e djeshme në media për sa i përket asaj çfarë të kishte thënë vajza ditën e diel. Edhe një herë do doja të dija, edhe pse vetë personalisht para ditën e sotme në prezencën tënde dhe të nënës tënde kam folur me 21 vjeçaren me vajzën tuaj, do doja të dija për publikun si është gjendja e 21 vjeçares që ne flasim sot, e vajzës tënde. Gjendja e vajzës është e tronditse. Tronditse. Si kon komente kështu, çam ja uça telefoni, nuk jam falë dhe pas telefoni, ala as gjeni telefoni. Është shqetësuar nga komente që shkruajnë njerëzit, se njerëzit ka njerëz që flasin
Flasin shumë. I them që mos vi gjo asgjë, drejtësia do bëj aty që është e vërtetë. Do gjendet e drejta deri në fund. Po, edhe mbrëmjen e kaluar kemi folur edhe mbasdite edhe në darkë së bashku dhe gjendja e vajzës ishte në fakt shumë e rënduar, apo jo? Është e rënduar. Shiko, çështja është, unë ja thash edhe vajzës para ditën e sotme kur kam kryer intervistën me të mos i lexoj komentet, pasi ajo vjen nga një tjetër mentalitet, siç është edhe Italia. Ajo jeton me nënën e saj në Itali, po do flasim pak më vonë. Çështja është që njerëzit mendojnë, sipas vajzës, që gjithë kjo çështje është bërë për para. Ju nuk keni nevojë për para, por unë i thash edhe vajzës, ditën e djeshme, pas denoncimit tuaj, ka pasur edhe vajza të tjera, madje edhe një djalë 15 vjeçar, të cilët kanë denoncuar rastin e tyre për të njëjtin mjek. Kështu që të mos lexoj komentet janë shumë negative për gjithë secilin nga ne, edhe pse kryejmë detyrën tonë, por do doja të dija, fillimisht, ti si baba si e mësove ngjarjen? Unë e mësova 2 ditë, 3 ditë të fundit. 3 ditë të fundit që ajo kishte këtë hyrën në ndryshime të proteste vajza tha o papi ta Pyta nuk, pse duhet ty kuruj të më viktuja, ja bende gjëllë. Po kur ky më tha mua më ka, do bëj një lloj kremi, tha, ky krem, ta do të aplikoj mamaja tende. Qartë, për gjyshen e vajzës. Po, për gjyshen. Dhe ky krem për çfarë do shërbente? Për infeksionin që vetë vajza kishte? Për infeksionin, tha. Po? Okej, doktori, thash unë do të bëhet me e mira, i thash unë të lutemi, thash unë të e mora nga jema edhe dua ta jetë e shërua. Ta me rak me tha, unë da shikoj ta si vajzën time, ndë këte, këtoja. Megjithatë, vajza i është nështruar edhe një ndërhyrje kirurgjikale, për cilin mbrëmjen e kaluar më ke thonë që ke shumë dyshime për këtë gjë. Kam shumë jashtë dyshime, kam dëgjuar për internet që ai ka bërë operacione kot në kot, edhe nuk e di tani mjeku ligjor i mori këtoja, i mori këto t'i bej që vërtet shupa e ka pasur shteja, ta të bëj me operacion një vërtet, apo ai e beri këtë si operacion për qëllime di unë qarë u këtë menduar. E qartë. Megjithatë, si ke kontaktuar me mjekun, se përveç ngacmimit që ishte skandaloze ndaj vajzës tënde, ti thua që këtij mjeku i ke ofruar edhe një shumë parash, apo jo? Është e vërtet, unë i kam ofruar lek. Në momentin që unë kam dhe një dhe më 12 natës në spital. Pritja që të dini i bem ekon. Ajo i ekos, ajo është doktor i mirë. Edhe ta, vajzën ta, unë nuk e shikoj ta që të keta pandesit. Edhe u gëzova, ta shumë shqyqysh zoti, ta shumë s'ka pandesit. Aty pasaj kjo ishte në operacion. Se doktor nuk e ka embrin ajo. Ishte në operacion. Prita dhe sa dorën analizat, më tha ishte një doktor tjetër, aty tha prita se ajo e ka në dorë, ti shikoj analizat. Prita, tori nga ande, për në doktor shikoj në shiktoj ta shumë, i ka ndalë vajzës të analizat. Vajza ta i ka ndalë keq, vajza ta duhet operuar nga pandesitit. Më duke ta se ka pandesit, duhet ta mash vajzën në pati të shtu. Okej, ta shumë. Ata e mora, e shpura, ty i beri e kontrollovi në barkë, i ta përstejnë shumë, pati dhimi e vajza aty. E i ta, kjo ta është urgjentisht për në operim. Ta ndrenë gjë? Jo, i ta shumë, vetëm ujk ishte tirë vajza. Aty ta mirë, ta nuk mund ta bëjmë operimin tani ta në të momente, ta, të ta bëjmë ta në mëngjes, ta, kur të jetë pare e të. Mirë, i ta shumë, aty e bëjmë operimin. Në mëngjes. Në mëngjes barovi operimi, në ora e gjitëm e putën në dhoma të ndeja. Në dhoma të kurin të shtruarit. E kuptoj. Megjithatë, ju tha që kremin për infeksionin do të aplikon të gjyshja e vajzës nëna juaj, ndërkohë që mjeku e ka aplikuar vetë. A mund të më thoni kur e mësove ti këtë fakt? Këtë fakt, bas caja, bas operimit që ashuja, bas operimit më tha mua, vajza tha më tha më përpara ta që do aplikosh një krem, ta, i kite tena ju.
Edhe këtë kremja ka aplikuar vajzës, kur ishte me maman në spital. Në momentin që mjeku aplikonte vetë kremin, nëna juaj ku ishte? Atje ishte në doktori aty, apo i thejtë që ktheu më njanë ti mos shikote ishte. Pra nëna duhet të kthej më njanë dhe mos të shikonte se çfarë bënte mjeku me vajzën tuaj dhe me kremin. E kuptoj. Megjithatë, sapo vajza ditën e diel ju ka telefonuar me njëherë pas veprimit që mjeku bëri duke e puthur vajzën tënde dhe ajo ka telefonuar me njëherë, jo, i ka treguar gjyshes dhe më pas ju ka telefonuar juve. Ju shkuat çfarë bët? Shkuat me njëherë në spital? Unë vajta me njëherë dhe 2 ditët ta shuja, ai po vajta po ankojshe. Në ta ore bata, të krem ty ta. Vente këto veprimi që po i ndirë vajta tani, atë gjëne. E më ta më tha, o bata, këtë krem ta me aplikoj dhe vejta. Po ti themi mjeku ti ta shumë, ma ta, që ta aplikoj vejtë këtë krem, ma më ka thënë për nenën i ta shumë që du ta bej. Po. E dhe pete të neve nuk e gjeta, ato 2 ditë, 3 ditë nuk e gjeta do doktorin, se rastinja do të kam apur edhe... Po ditën e diel, kur vajte në spital, ti ke pasur një ballafaqim me mjekun? Po, me mjekun i dola aty, unë qita sipër që më mori vajta, zbrita poshtë e shikoj mjekun ishte me ambulancë. U vete ti kriminelli, tashun, hajde këtu i tashun dhe ti e për të arrestuar. Da e më rova policinë, pati policia e në morën komisare apës. Në momentin që ti e ke zbritur mjekun nga ambulanca, pati ndonjë reagim të ti, shfaqsim, mohim, çfarë pati, çfarë të tha? Jo, aman o Gjorgji, më theshtë, aman të lutem, më theshtë. E qartë. Aty ka pasur dëshmitar të tjerë që ai të lutej për çfarë, sepse në ballafaqim me vajzën, siç ka treguar në intervistë që ka zhvilluar ditën e sotme me mua, vajza thotë që në ballafaqim mjeku dhe vajza ai ka mohuar gjithçka. Ka mohuar pa vajza, po s'kam fol, ai më theshte mua, aman të lutem, është keq kuptim, më theshte. Thoshte është keq kuptim. Çfarë keq kuptim dhe unë tani zeuri kam thënë vapin në më të fundit, se nuk. E kuptoj. Aty ardhën ata njerëzit që ishin aty dhe sa ardhi policia, edhe ashtu pastaj. Mirë, megjithatë unë thash që në fillim të këtij emisioni, vajza jeton me ish bashorten tënde me nënën e saj në Itali, apo jo? Po. Nuk e di, ish gruaja juaj si e mësoi këtë ngjarje? Të them të vërtetën, unë nuk kam folur akoma me gruan, nuk kam fytyrë që ti dalë përpara, që ti i flas. Edhe jam shumë i trodhitur nga kjo gjendje tani. Me këtë gjendje tani nuk flas dot. Edhe nuk e di si do t'i vesh ta gjë, po unë kërkoj drejtësi. Kërkoj drejtësi dhe më jam mbushur deri në jetën time, nuk kam të thuaj një gjë të tillë. Me shpulur çdo gjë nga vetja time në këtë gjë. O do merre drejtësi, nuk e di. E kuptoj, ju kërkoni drejtësi që mjeku të dënohet dhe çdo kësaj situate t'i shkohet në fakt deri në fund? Të dënohet në maksimum, edhe është mundësia se ai për të tërë që flasin në qytetin e Korçës, të tërë flasin thanë ka bërë shumë gjëra. Edhe çdo njeri që është ka pasur të njëjta gjëra duhet të dashë të flasë, jo të ekzistojë ai njeri. Ai ka qenë edhe të burg, edhe qenë vetë punon në spital në Korçë. Që është një kriminali tillë ta bajt të kthej nga burgu të punoj akoma në spital. Qartë. Që është edhe nga zvonë femra edhe... E kuptoj. Duhet të çojnë të tërë ata që janë të abuzuar nga hy manjat. Në fakt, mbas ditën e dieshme kanë shpërthyer denoncime të reja nga vajza, por edhe nga djem, të cilët tregojnë eksperiencat e tyre me këtë mjek. Nuk e di a i keni parë apo jo këto denoncime? I kam parë atyri me 24 orë në telefon, pa gjumë kam 3 ditë. E di dhe kuptoj. Unë të falenderoj shumë që të kisha në këtë lidhje, të lutem kaloja pak telefonin nënës tënde, të dëgjojmë pak edhe dëshminë e zonjës. Përshëndetje. Përshëndetje zonjë, si jene? Mirë, jam në dridhe që këtupit, po kam një malë shumë të keqe. Të patime, më thoshe nëna kam më dhe në barku, më dhe në stoma, është pura sa, edhe më tha mua, tha, nuk i vjen nga stoma, po më ka që efekcion.
E shpumë, sa ja bërja analiza të tëra, e sa prisni këtu. Që pa nuk duron të se i dhim të stomal. Sa pritë, e shpura në shtëpi, me djali, pasaj sa ke që nëna do vitë të marru, pasaj, që do që më thot doktori. Mirë, ta. Pasaj, më në tha, haqë një shpeto, ta, se do lja analizat. Analizat i do në keqë. E sa të dikjo, ta, kjo ka këshura pandesit. E mirë, sa dikjo, ta, do t'i bem të ilacin, po të ilacin nuk e gjemë gjëkundi, dhe në martenitet nuk e gjemë këtë ta. As në Itali, ta. Këtë e kam unë për e kam blerë, ta, bete për ty për e për, ta, dhe kam ta mamë si cupën time, ta, dhe më thoshe mua këshu. Ti nëna, ta, këse u kokën prapa, dhe u zha, që ta këse prapa kokën, dhe u këse se i vene rëndë dhe cupës, ta. Dhe më thale, më thale, të kam... Të lutem, transmitim live, ti jemi pak të kujdesshëm, të lutem. Dhe i afroheshe cupës time. I afroheshe cupës time. Nëna, do doja të dija, ti ishe prezent aty dhe nuk të duke i korekte fare sjellja e këtij mjeku. Pasi mjeku largohej, çfarë të thoshte vajza? I çfarë? Jo mua nuk më pëlqej bile një infermiere që vite jetë të kuzhinë, jetë të ushqime dhe tha, mojta, me këtë doktori kemi me këtë. Dhe tha, nuk është i mirë, ta, se keni shpën që për këtu, ta, ne nuk i njojmë. Kështu tha zonja? Po, zonja, ta. Po, kanë thënë shumë veta në spital, shumë veta. Dhe më thoshe mua shumë, në ora 6 të vishë. Dhe që për që të plikëta, nëna unë kam plikëta. Atëherë, le t'i rikthehemi pak ditës së diel nëna se çfarë ka ndodhur pasi mjeku po kryente kontrollin. Kontrollin, nëna i thotë kështu të për, do vi çdo orë në ora 6 të jenë këtu. Unë do ta lej deri në Napoli me të vinin ta. Po. Edhe vinë e spinja çupë, çupë. Si thosha hyrë e vinim neve ta. E pe momentin kur mjeku tentoi ta puthte mbesën? Po. Bërë një skandala, i qenë, që të më thite mua besën time. Më dhe mua besën time, mo. Ju afrua ta puste. Mo, dhe që e zuri e strëngovi dhe pusim e më. Dhe që pasim, në të kontrola unë, o plenë, sa. Nëna, ke që vetë prezent aty në atë moment kur tentoj ta puthte? Po, isha ti unë, që ku e s'kam shtrua, dhe gjitha në ndora unë kam qenë atje. I thonë që dhe keqë, blogi më se dhe këtë se do nga puna dhe më pushojnë. Të dari nga punë. Vite më bërë e qupë time. Në momentin që ti pati një përballje me mjekun. Po. Nuk se do të më Po, është, e kuptoj. Po. Nëna ka qenë prezent, pra nuk është vetëm fjala e vajzës 21 vjeçare, por është edhe fjala e nënës tuaj, e cila në ato momente ka qenë dëshmitare. Ka qenë prezent edhe ditën e fundit që ajo e preku dhe dete që ta puste. Mama e kishte kërkuar në gryk aty, çike këto ti qeni kishte te? Kishin reaguar. Kanë reaguar të dyja edhe vajza edhe nëna juaj, mua më vjen keq që... Po? E se të nonja dokë. Atra i vitin që këtime i thoshe, a mame i thoshe, më situar në vitin. E qartë. Mirë, mund të flasim pak me nënën tënde kur ka pasur ballafaqimin me mjekun në momentin që ai ka puthur vajzën 21 vjeçe, mbesën, çfarë i ka thënë mjeku nënës tuaj? Më sakë, ishti viti që kjo, ajo e fundi me dove e të pasha, sa të këshita? Jo, sa të këshita. Pra keni qenë të dyja që i keni kundërshtuar mjekun. Të gjeni, është e vërtetë, ajo është kriminal. Ajo është e vinë po vete Maria Kemi. Do doja edhe nga nëna juaj një apel të fundit për këtë pjesë të parë. Kush është apeli që nëna juaj i drejton gjithë institucioneve, por edhe gjithë audiencës që na ndjek në këto momente? Të tërë, ta marrin veshën se qatë kriminele që aji. E kuptoj. Mirë. Mirë. Ta kërkomi atë të dënoj.
Po dalë në që faqe në kort. Të tërë i shani. Dhe bile të tërë ato që të infermierët, mjekës atje të tërë i shani në ata. Po e ke shpejt më sa ma. Ta një vajta me një dojtë tjetër, ma mori ishtë ma mori. A që unë jam ashtu, unë i zi të tërë ata. Unë do të shëroj që përqajnë më sa. E qartë. Mirë, unë ju falenderoj që ju kisha drejt për së drejti në këtë pjesë të parë, shpresoj që drejtësia të vijet në vënd, ju kërkojmë edhe njerë ndje sepse emocionet janë të shumëta në këto qaste dhe shumë të forta, sepse sa po keni kaluar dhe keni përjetuar dhe nga kjo intervistë ju rihapën edhe njerë plak dhe ju sollën dhe njerë në memorje ato çfarë keni përjetuar 48 orë më parë. Faleminderit dhe ju përshëndes nga Tirana të dyve. Faleminderit. Ndjekim publicitetin e parë dhe do rikthehemi në pjesën e dytë. Vajza ka folur gjatë, duke e qetë në një farë mënyre, ka treguar atë çfarë i ka ndodhur nga dita e parë dhe deri në momentin e fundit, ballafaqimin me mjekun e gjithçka këto në pjesën e dytë. Ndjekim hapësirën e parë publicitare. Mbas hapësirës së parë publicitare, një dëshmi e fortë e babait dhe gjyshes së 21 vjeçares, jo vetëm në lidhje me mjekun dhe atë çfarë ka ndodhur ditën e diel në spitalin e Korçës, por kemi dëgjuar edhe një akuzë shumë të rëndë që mjeku nuk e ushtronte detyrën në spitalin e Korçës, ku kjo e fundit spitali ka dalë me një deklarat për media ditën e djeshme. Do ta diskutojmë vetëm pas pak çfarë thuhet për mjekun 72 vjeçar i dënuar më parë sipas pohimeve të babait dhe të gjyshes së 21 vjeçares, çfarë flitet në qytetin e Korçës, ndërkohë që flitet jo vetëm në lidhje me moshën e tij, por dhe me ushtrimin e profesionit të këtij mjekut. Do të rikthehemi pas pak te çështja e spitalit të Korçës edhe të mjekut dhënë nëpërmjet denoncimit që babai 21 vjeçares edhe gjyshja ka treguar në pjesën e parë të këtij emisioni, çfarë solli dhe një diskutim shumë të fortë gjatë hapësirës së parë publicitare me të dyja specialistet, të cilat do ta prekin edhe këtë fakt. Në këto momente unë ftoj teleshikuesit të ndjekin intervistën që kam zhvilluar me vetë vajzën 21 vjeçare. E ndjekim. Alo? Po, urdhro. Përshëndetje dashur, si je? Përshëndetje. Mirë, faleminderit ju. Mirë, unë të uroj fillimisht të shkuara. Faleminderit, shumë faleminderit. Si je me dhimbjet që ke pasur pas operacionit? Me dhimbje pas operacionit mirë, nuk kam dhimbje. Kam vetëm pak, domethënë si themi si fastidio, po jo dhimbje. Po, si bezdisje? Po, si bezdisje, po. Po, ndërkohë plaga, ç'a thon mjekët? Mjekët thënë që plaga është mirë, po ma pam plagët. Çfarë ndodhi ditën e diel e dashur? Ditën e diel, në orën 6, u prezantova me gjyshe në dhomën e mjekimit të atij doktorit. Po. Edhe më pas si gjithmonë në futëm brenda, edhe gjyshja ishte që gjithmonë që rinte e kthyer në brenda dhomës. Po. Edhe aty kur unë po zhvishesha, bëjsha bijamet edhe bjankerin, bathjet. Po. Ajo afrua mbas meje edhe më tha, po më theshte që shiko sa mirë jam tani, ka marrë ngjyrë në fytyrë, më pas më mori nga fytyra dhe më puthi. Më pas vazhdoj me aplikimin e kremit, unë shmanga kur ajo më puthi, thash jo, ngela pa fjalë se nuk e prisnja që do bënte një gjë të tillë. Po. Më pas vazhdoj me aplikimin e kremit, që ishte për infeksion vaginal. Po. Aty bëri, si gjithmonë që bënte gjestet në për pozicione, më theshte ri në këto pozicione, edhe movimentet e gishtave që nuk ishin të dura, për një mjekim. Gjithashtu dhe pozicionet, aty aplikoj dhe dorë, atë dorën që kishte pa dorash në partet time intime, nga ty unë pastaj u shmanga, e më pas mbaroj vizita dhe dola me gjyshen nga dhoma, shkova në dhoma që më kam bajtur ato ditë, që kam qështura në spital, edhe më kishte thënë atë ditë po gjithashtu që duhet të prezentohesha për të hënën, do më thënë ditën tjetër. Për dje? Po, për dje, po. Dhe në orën 8 dhe në orën 6, se këtë kremi të më aplikon të 2 herë në ditë,
që të mbusheshin domethënë ditët e aplikimit të kremit për të funksionuar mirë shërimi i infeksionit. E kuptoj. Në momentin që të puthi, kush ishte reagimi yt? Reagimi tim, domethënë, ajo erdhi më mori nga fytyra, më puthi, u noqa fytyrën dhe thash, jo, ngela po e shikonja, ngela pa fjalë, domethënë, u pietrizova, nuk o kuptoja si ndodhi një gjë e tillë, edhe ajo pastaj aty qeshi, kur qeshi aty ishte një situatë shumë e keqe, se më duk proprio si një person shumë i lik, shumë i keq. Po gjithashtu dhe të gjitha veprat që ka bërë. Po, arrite të komunikoje diçka me të në këto momente? Jo, nuk arrite, nuk arrite. Mbasi mbaroi punë me aplikimin e kremit, ai u largua, si ishte sjellja e tij? Jo, u larguam, ne dolëm nga dhoma me gjyshen. Po. Ai doli më pas, unë aty pastaj i thash gjyshes, unë aty pastaj i thash gjyshes që nuk dua të rrim në spital, gjysha pyeti çfarë ka ndodhur, unë i shpjegova. Tha, ok, do marrim direkt babin, mora babin në telefon dhe i thash, babu nuk dua të rrim në spital, dua të dal. Dhe më tha, se ashtu e thash, unë dua të dal se nuk desha të krijoja probleme. Pastaj babi më kërkoi arsyen dhe ja thash, doktori, më ka puthur. Ka bërë veprime që nuk duhet dhe babim pas u prezantua direkt e spitali edhe policët. Ju patët edhe një ballafaqim, tha babi mbrëm me doktorin, kur pyetët në polici, po? Po, ballafaqim ditën që bëden amësimi, edhe ajo aty po mohonte të gjitha, edhe një moment të këtil nuk e mban dot, domethënë, qetësim. Edhe unë i thash ati të vërtetën, domethënë, që ti këto gjeste i ke bërë, i thash më mohon në fytyrë, i thash që ti me të vërtet nuk më ke puthur, tha jo, nuk e kam bërë. Unë i thash aty që duhet i viktur, ku që është një person i keq, që ajo po ta bënte punën e tij siç duheshe, unë nuk do kisha arsye pse ta sillja këtë gjë në këtë mënyrë, në këtë grad. Sepse nuk kam pse, shikon dhe komente dhe gjërat që thonë vajza e bën për lek, vajza nuk është asgjë e vërtet, se unë edha këtu për pushime me familjen time, të takoja gjyshrit, dhe unë kam dhe gjyshër vetë, ta fusja një problem, ka që të matë, një person të moshës të ti, po mos kishtë arsye nuk do të bëja asnjëherë, se s'kam përse, dhe me sigurisht nuk dua lekët e ati personi, dhe nuk më mungojnë, do me thënë. E qartë. Ja kërkoj ati. Në ballafaqim, sa veta ishin? Kush ishte nga spitali, përveç doktorit? Në ballafaqim, jo, thjesht unë, doktori, ishte edhe shefi. Po, shefi krimeve. Po. Aty nisi shefi krimeve bisedën. Po. Se unë nuk dhja si të nisja, se unë kisha pak angë dhe u thash dhe aty, nuk di si të nisë komunikimin. Po. Por e pranova, se deshin të shikonin dhe reagimet. Më pas aty, kur nisi shefi, më pas nisi të fliste doktori dhe tha që po, unë nuk është e vërtet, po deklaroj që kjo nuk është e vërtet, aty më pas nisa të flisja dhe unë. Të them saktësisht çfarë fola nuk e mbaj më se isha dhe shumë agituar. E kuptoj. Më pas aty na qetësuan pak, se unë ngrit pak zërat kështu. Më pas aty nisëm prapë të flisim me qetësi, më pas isha vetëm unë dhe doktori. Ndërkohë, doktori kur ishit vetëm për vetëm, çfarë të tha? Ai po theshte që unë gënjej, se di çfarë shkak kam që unë gënjej. Pastaj më tha që ai nuk më ka bërë këto gjëra, që nuk më ka puthur, nuk është absolutisht e vërtet. Ka thënë që po, 100%, po, ka thënë këto gjë, me thënë ajo më honte, unë i thesha do me thënë me detaj, ato që ai ka bërë dhe ajo më honte. Po, edhe sa herë të tjera përpara mbasdites së ditës diele ka bërë këtë veprim doktori, kur aplikon të kremin? Atë, që kur ka mërë në spital... Vetëm të vërtetat, po të vërtetat, po. Unë kam mërë të martë në spital, aty më ka vizituar po ky doktor, dhe më ka thënë që unë kam një infekcion. Unë kam vajtur në spital për shkak se kisha dhimbje stomaku dhe të vjella, dhe unë mendonja gjithë të kohë se unë kisha gastrit, do me thënë të avancuar, dhe më vinë këto kriza. Doktori aty më vizitoi, edhe më vizitoi te barku dhe tha që kam barku shumë të fryr, dhe kjo është shkaktuar nga që unë kam një infekcion vaginal, do me thënë të rënduar.
Më pas më bën ato qetësuese gjilperat, e doktori më tha më pas që vetëm aplikoj këtë krem që ditën e parë, edhe vajtëm sipër, po analizat nuk ishte dalë gjë. Unë tani me gjyshen, se unë aty i bëra dhe pyetjen, do me thëmë, thash, vini dhe ginekolog, dhe tha, jo, pa unë jam kirurg, po unë marrë vesh nga të gjitha këto gjëra, se jam i specializuar në kirurgji, marrë vesh nga këto gjëra. E vajtëm sipër me gjyshe, që do me thëmë që ditën e parë pas gjestat që nuk më pëlqyen, kur më aplikoj kremin, nuk besojnë, do me thëmë, thash, s'ka mundësi. Do me thëmë, okej, nëse për një vizit ginekologjike di që do të preki patetit time, se është mëse normale. Po do me thëmë, veprimet e tjera që ka bërë, nuk më pëlqyen. Aty më pas mbarove me aplikimin e kremit, më tha që unë duhet të shtrohem për këtë motivacion. Unë aty thash, jo, nuk dua të shtrohem, se nuk desha, dhe nga që pash situatën, dhe nga që nuk desha të rëndës, nga që nuk mendoja që do kisha një problem apandesiti, që dhe këtu kam dyshime, por do arri pak më vonë, më tha, i thash, nuk dua të shtrohem. I thash se ka merë shumë, pushime, dua 3 gjyshit, të gjithë do të shikoj vetë në Itali, aty të përpënoj me do një ginekolog privat ose të spitali që ta kuroj këtë gjë. Ai më tha, shiko, unë po të them, tha, që po të jap këtë mundësi, që ti të shërohesh këtu, do ti bëj unë aplikimet, se ti e ke infekcion të rëndë, pastaj më tha, ti tha që duhet të më lutesh mua, jo unë ty, thash unë okej, thash, por unë jo nuk dua të shtrohem, okej, tha ti po insistonte. Të dha një shpjegim pse aplikon të ai kremin dhe jo dikush tjetër ose ti vetë, pse duhet të aplikon të ai kremin? Personalisht, mua më ka thënë, kremi do të aplikoj nëna tende, mamaja time. E kuftova. E qartë. Edhe me mendi që kur benin këtoja, aplikimin e kremet e bente mamaja. Nuk më theshin mua dhe këti që. E qartë. Në fund të 2 ditë të fundit më tha pata. Po, ja të dëgjojmë vajzën, po? Dale, tak, qujtë. Po? Okej, më pas, bëjtëm poshtë prap të urgjenca, ku më bën dhe flebë, surumin. Po? Edhe qetësuese të tjera, më pas aty që ishte edhe prezenca babait, se edhe babai më pas të më shikonte, ku më morën gjak dhe më bën analizat. Pritëm aty, më pas vajtëm në shtëpi, se analizat deshin kohë që të dilnin. Edhe njoftuam babain, vajti babai në spital dhe mori analizat dhe doktori kishte thënë që analizat e gjakut kanë dalë keq. Dhe do me thënë cilnin prap vajzën. Okej, vajtëm prap në spitali. Aty na tha që duhet të presim se doktori ishte në kirurgji. Pritëm dhe aty sa pritëm, po nga që nuk ndjesha mirë, më shpuri pra babaj në shtëpi, sa okej, pastaj kur dalë doktori do vit të marru. Kur të kishte dalë doktori më pas nga kirurgjia, erdhi babaj më mori. Vajtëm në spitali, aty u futëm një dhëmë mjekimi, ku aty ishte prezent dhe babaj dhe doktori dhe një infermiere. Aty më kontrolloj barku, më kishtë nisur dhe dhimbjet, dhe me thëmë në të këtë barkut. Aty më kontrolloj barku, dhe me thëmë me dorë, edhe më pasaj më tha të bëja një kërcim dhe më tha, e ndjen dhimbje nga kjo anë? Po, i thashun. Dhe tha, vajza ka pandesit, tha, duhet të operojt. Okej, folë me babajnë që të operojsha, nuk ma bënin do të operimin qatë natë, se kisha pi pakuj dhe duhet isha e sëfari, e më shpunë si për në salën e që prejtë për të futur të operojsh, e pastaj operova në mëngjes. Po, dhe në bas operacionit dhe deri ditën e diel, a i ka bërë veprimet që ti tregove pak më përpara, apo jo? Po, ditë të operacionit kam dhejtë për në dhomë. Në bas të se ditë të operacionit, të mëngjes më ka kontroluar, dhe me thënë atë operimin, më falë. Po? Edhe më pas, po, ka thënë që do vazhdojmë dhe me këtë aplikimin e kremit, që në një kostisht, të marrë antibiotiket, dhe antibiotiket janë që luftojnë infekcionin në përgjithësi, duhet të aplikojmë dhe këtë krem. E kuptoj. E dashur ti sa vjeqje? 21. 21. Ti jeton me mamin në Itali, më tha babi, apo jo? Po. Dhe kishe vajtur në Gjermani për takuar babin? Po, kishe vajtur në Gjermani takoja babin, në Itali sako, më pas vendosëm që të vinim në Shqipëri. Mami si e mori vesh ngjarjen? Mamin e mora unë telefon, ja thash. Si reagoj mami kur e mësoj? Ngeli shumë keq, tjetë. Ngeli shumë keq. U nervozua, ishte mërzitur, nervoze. E kuptoj.
Tani, pas përhapjes së lajmit në media, ka ndalë edhe denoncimet të tjera për këtë mjekun. Ti si përjeton denoncimet e tjera? Si ke përjetuar, si ke lexuar denoncimet e tjera për mjekun? Unë nga njanë, unë kam qenë domethënë shumë prezente që kur ka ndalë këtë artikull, domethënë dhe në komente dhe çfarë ka dalë dhe çfarë është. Dhe unë jam shumë e kënaqur që ka ndalë dhe mbas denoncimit që bëra unë që ka ndalë dhe vajzat të tjera që kanë folur, dhe kam lexuar dhe në për komente raste që domethënë vajzat nuk janë besuar dhe këto gjëra dhe prandaj e kam përjetuar, domethënë është një kënaqësi që dhe vajzat të tjera po e nxjerrin të vërtetën, se mund të ndodhte edhe shumë vajzave të tjera. E qartë. Megjithatë, ditën e diel ti e le spitalin dhe deri më sot je në shtëpinë tënde. Si ndjesh emocionalisht? Si kanë qenë këto ditë pranë familjes, larg spitalit, larg këtij momenti të vështirë që ti kalove? Më ndjem mirë që jam jashtë spitalit, kjo gjë tjetër që personi po merr akuzat që i takojnë të marrë dhe më shumë. Por nuk është gjë e lehtë, domethënë për ta kaluar, domethënë mendimet, sidomos fytyra e atij personit. E kuptoj. Domethënë një gradualisht një gjë sjell tjetrën, komente, domethënë duke parë në televizion. Domethënë të bëjnë që të mendosh për atë situacion. Në qoftë se kjo ngjarje do kishte ndodhur në Itali. Po. Si do kishe reaguar ti? Në të njëjtën mënyrë. Në të njëjtën mënyrë. E kuptoj. Domethënë ne dim të gjithë që në këto gjëra kur flasim domethënë vajzat, gratë për gjëra seksuale ka gjithmonë dhe gjëra negative dhe gjëra pozitive. Edhe që dhe i besojnë dhe si besojnë dhe përjetojnë në të njëjtën mënyrë. A ke ti një apel për gjitha vajzat që ndodhen në të njëjtën pozitë, por s'kan guxim për të folur? Po, unë them që çdo vajzë kur ka një problem të tillë dhe që është i vështirë ta thuash në fillim se mendojnë familjar të gjitha konsekuencat, duhet të flasin, duhet të hapen me njerëzit e tyre dhe të marrin pretendime, vendimet për këtë situatë. Dhe çdo vajzë që ka qenë, domethënë, se më falë se u blokova pak. Jo, nuk ka probleme, kuptoj. Në këtë situatë të flasë sa më parë se nëse ka drejtësi, ju dele drejta dhe diesh dhe më mirë në ato momente, e kalon dhe ti do me thënë më mirë stres intens se ja hapur nuk e mban për brenda sa jo gjë të rëndon shumë. Dhe unë jap dhe apel që çdo vajzë që mund të ketë qenë në këtë situatë me të njëjtin doktor, tani është ora që të flasin. Që të flasin, e kuptoj. Ndërkohë, do doja të dija sa e lehtësuar u ndjeve ti kur të ndodhi ai momenti vështirë, e puthjes së doktorit dhe i tregove me njerë gjyshes edhe më pas babait. Kur pe për krajën e tyre, çfarë ndjeve në ato momente? Po, u lehtësova, po të isha dhe shumë e trëmbitur, po. E kuptoj. Të duhet ndonjë ndihmë psikologjike tani pas kësaj ngjarje, pas kësaj traume që ke kaluar? Po, do me thënë, për të folur, do me thënë për të nxjerrë këtë po kam dhe mbështetjen e familjes, po dhe një psikolog nuk do ishte një zgjedhje keqe, po. Kur ke ndërmend të kthehesh tek mami ose të udhtosh me babin drejt Gjermanisë, duke qenë se jeta jote është midis Italisë dhe Gjermanisë, midis mamit edhe babit? Atëherë ne të shtunë kemi kthimin për në Gjermani. Po. Unë mendoj se do rri akoma disa ditë nga babi, më pas do kthejmë në Itali. Që do shkoj në mamë. Po. Unë të uroj gjithë të mirat dhe t'i shkosh të vërtetës tënde deri në fund. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë të emisionit për ta diskutuar edhe me specialistët e studios, me avokaten edhe me psikologen klinike. Në pjesën e dytë të këtij emisioni keni dëgjuar një rrëfim të gjatë të vajzës që nga dita e parë që këmba e saj ka shkelur në spitalin rajonal të Korçës dhe deri ditën e diel me skandalin që mjeku ka tentuar ta puthi, e ka puthur, më pas ka qeshur dhe ka qenë ndërhyrja jo vetëm e vajzës, por edhe e gjyshes, siç e dëgjuam nga ora 12 dhe deri në këto momente që po flasim. Sara, na ka bërë përshtypje reagimi i spitalit të
Korçës, ndërkohë që gjyshja edhe babai kanë treguar dhe na kanë shokuar se i gjithë personeli fliste për mjekun fjalë jo të përshtatshme për të. Mosha e mjekut është 72 vjeç, në media nuk është hera e parë që përmendet emri i këtij mjeku, megjithatë detajet që vajza tha ishin me të vërtetë tronditse. Tani veprat penale të konsumuara përsa i përket mjekut dhe vërtetësisë se si duhet ta fitojë këtë betejë ligjore kjo 21 vjeçare, e lindur dhe e rritur në Itali ashtu si edhe ty e dashur, prandaj bëra dhe paralelizmin çfarë do kishte bërë vajza në Itali, të njëjtat gjëra tha, por reagimi i institucioneve në Itali është i ndryshëm, pavarësisht se mentaliteti është shumë herë më i ashpër në Shqipëri se sa në Itali, vajza të paktën tregoi që edhe atje ka një reagim ndaj viktimës së kësaj çështje, por njëkohësisht reagimi është shumë i fortë në Shqipëri dhe sidomos në qytetin e Korçës. Faleminderit Evis, kjo është një ngjarje e papranueshme, e dëgjova dhe rrëfimin e vajzës dhe më vjen keq për të që ka përjetuar një ngjarje kaq të rëndë, duke qenë se të gjithë ne jemi njerëz, të gjithë shkojmë tek mjeku, të gjithë presim një profesionalizëm nga ana tjetër, por kur ndodhemi përpara një situate të tillë ku një mjek që bën betimin e Hipokratit, ku thuhet qartë që mos lëndo, mos shkakto dëm dhe mos përfiton nga pozita jote, kur i shkel të gjitha këto edhe i aplikon kremin në një mënyrë të papërshtatshme një vajze të re, duke përfituar nga kjo kultura e heshtjes që kemi pak në mentalitetin ton, atëherë këtu ndodhemi përpara një vepre penale, një ngacmim seksual, për të cilën mua më bëhet shumë qefi që kjo vajzë ka reaguar me njëherë, sepse, siç e tha edhe vetë, ka mbështetjen e familjes, se shumë vajza tërhiqen sepse nuk e mbështet familja, kanë frikë nga shoqëria, kanë frikë nga paragjykimi dhe shumë gjëra të tjera. Pra, këtu kemi një ngacmim seksual, duke qenë se ky është një person gati recidiv, sepse nuk e dim se për çfarë është akuzuar edhe më parë, po me sa duket ka pas një praktik të konsoliduar për të vepruar kështu. Kemi edhe një abuzim të detyrës së tij për ngacmimin që ka bërë. Këtu duhet të bëhen të gjitha verifikimet në prokurori. Unë do t'i sugjeroja familjes që të merrnin një avokat, sidomos tani në fazat fillestare të hetimit, për të siguruar të gjitha provat materiale, sepse ndonjëherë në raste të tilla jo zhduken kamrat, jo zhduket kartela mjekësore, jo ndryshojnë deklarimet. Pra, i duhet ndërhyrja një profesionisti që t'i mbështesi dhe ta çojë deri në fund punën. Edhe më tej të vazhdoj edhe gjykimi, sepse nuk mendoj që do kemi një mosfillim nga ana e prokurorisë në këtë rast, duke qenë se rrëfimi është kaq i detajuar, kemi edhe dëshmitar, edhe gjyshja e ka parë vetë me sytë e vet. Kjo është një situatë fatkeqësisht jo e pazakontë, por që ne nuk kemi një reagim institucional, sepse mua më lind pyetja personalisht, kur ky person ka pas edhe akuzat të tjera, pavarësisht a ka qenë gabim mjekësor, a ka qenë si ka qenë rasti, sepse nuk i kam dokumentat përpara, kam vetëm dëshminë e vajzës, si e ka lejuar urdhri i mjekut të vazhdoj të ushtroj profesionin e tij ky mjek. Pra, në moshën e tij 73 vjeçare, kur ka njerëz edhe të rinj që kërkojnë punë, këtij personi lejohet të punojë, të ushtroj profesionin e tij pa etik, pa profesionalizëm. Unë nuk e kuptoj se si është lejuar. Pra, këtu lind pyetja, a duhet të jetë urdhri i mjekut më i rrept në përzgjedhjen e tyre? A duhet të ishte lënë ky person në detyrë, apo duhet të ishte shkarkuar? Për te urdhrit të mjekut, po përgjegjësia në Spitalin Rajonal të Korçës? Edhe Spitali Rajonal i Korçës, si e ka lejuar këtë mjek? Pra, në qoftë se e din që ky ka edhe precedente të tjera, si e kanë lejuar të vazhdoj të ushtroj profesionin e tij? Edhe si është kjo situata e kremit? Pra, kush është ai kirurg që të aplikon ty kremin, sidomos në pjesat intime, kur është një vajzë e re? Pra, çfarë është kjo? Është absolutisht e papranueshme. Unë besoj se duhet një hetim i rrepët. Do ta shikojë njoftimin zyrtar të Spitalit të Korçës? Patjetër, nëse kemi. Po, e nxjerr regjia dhe ndërkohë unë lexoj edhe për ty dhe përgjegjësitë që ka Spitali në këtë rast. Në lidhje me ngjarjen e raportuar pranë Spitalit Rajonal të Korçës, bëmë me dije se institucioni është vënë menjëherë në dijeni të rastit dhe ka bashkëpunuar pa asnjë vonesë me organet ligjzbatuese për ndjekjen e të gjitha procedurave të nevojshme, duke konsideruar këtë çështje të sensitive dhe serioze. Spitali Rajonal i Korçës shpreh qëndrim të prerë dhe çdo pretendim apo sjellje
që cënon dinjitetin, integritetin dhe sigurinë e pacientëve është e papranueshme dhe duhet të trajtohet me përgjegjësi të plot institucionale dhe ligjore. Institucioni ka nisur menjëherë verifikimet administrative të brendshme, ndërkohë që do të ndiqet me korrektësi çdo procedurë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe rezultatet e hetimeve të organeve kompetente. Për këtë shkak, deri në një vendim nga organet kompetente kanë pezullimin e mjekut nga funksionet e tij. Në respekt të procesit hetimor, për të garantuar integritetin e tij, Spitali Rajonal i Korçës nuk mund të japë në këtë fazë detaje të mëtejshme mbi rastin. Mbrojtja e pacientit, etika profesionale dhe standardet e ofrimit të kujdesit shëndetësor mbeten prioritet i panegociueshëm për institucionin tonë. Po, kjo është praktika standarde dhe pezullimi menjëhershëm nga detyra e tij. Lind pyetja dhe mbetet akoma pyetja, a duhet të ishte punësuar ky mjek, a duhet të ishte rikthyer në punë që nga rasti i parë. Këto i mbeten pastaj organeve kompetente. Megjithatë, punonjësit e spitalit sipas gjyshës dhe sipas babait, kur e pyesnin se me kë mjek është mbesa, të gjithë domethënë kishin diçka për thënë për mjekun. Madje disa kanë guxuar si ka mundësi që ju keni shkuar sepse ai nuk është mjek fare në këtë spital. Si nuk është mjek në atë spital? Kështu të paktën ju e dëgjuat edhe nënën dhe babain. Nuk e di tani në qoftë se arritet ta dëgjoja apo jo, Sara. Arritet ta dëgjoja, po si mund të lejohet. Prandaj shqyrë që ka reaguar familja me njëherë, edhe të merren organet kompetente, edhe të punësoj një avokat që t'i ri në kokë çështjes, që të vazhdoj. Ngacmimet seksuale si në vendin e punës, si jashtë vendit të punës, si edhe në ambientet e spitalit, është pak një vepër penale që është shumë e vështirë për të vërtetuar. Në rastin konkret, unë shikoj shumë detaje, të thëna nga familja e 21 vjeçares, por edhe nga vetë. Ajo për sa i përket ngacmimit. Kemi dëshmit e viktimës. Sepse i ka thirrur në emër babait, është keq kuptim në momentin që ai ka zbritur nga ambulanca. Kemi disa elemente vis, pastaj këto i mbetet organit të akuzës, kemi rrefimin e vajzës, kemi rrefimin e familjes, kemi dëshminë e gjyshës që është futur në dhomën e mjekimit kur ky po aplikonte kremin, kemi faktin që aplikonte një krem vaginal kur kjo ka apendisit dhe nuk kishte infeksion vaginal. Nuk është mjek ginekolog, edhe vajza ja ka thënë, kremi nuk gjendej as në Itali. Po edhe sikur të ishte, po edhe kjo batuta që këtë krem e kam vetëm unë, ti je profesionist, je duke ushtruar një detyrë, si mund të bësh këta lloj batutash, sidomos me një vajzë që ti je 73 vjeç, ajo është 21 vjeçe, pra duke krijuar një farë trysnie që jam vetëm unë, nuk ka askë tjetër. Edhe kjo është element tjetër, edhe fakti që i ka shkuar tek babai dhe i ka thënë, jo po je keq kuptuar, edhe kjo shtohet. Të merren pastaj pamjet filmike, të merren kartelat mjekësore, a kishte nevojë kjo vajza për këtë kremin e famshëm apo nuk kishte nevojë? A duhet ja aplikonte ky apo mund ta aplikonte vetë? Si përderisa e ka aplikuar pa dorashk, atëherë nuk përbën as shiring edhe as një gjë tjetër dhe është aplikuar në mënyrë sipërfaqësore dhe nuk ka nevojë ta bëjë një mjek ginekolog, e ka pyetur dhe i ka thënë që jo, unë jam kirurg, por marr vesh edhe nga kjo fushë. Sigurisht të visë në vetëm në fazat fillestare, pastaj do merret hetimi me këtë çështje. Sa më shpejt të fillojnë të mblidhen provat e para. Gjithsesi, unë shpresoj që të ndërpritet kjo praktike e abuzimit nga profesionistët, sepse është e papranueshme. Qartë. Faleminderit Sarë për të kaluar tek Eksena. Eksena, gjatë dy hapësirave publicitare kemi diskutuar siç ndodhi rëndom, po pak më fuqishëm ditën e sotme, se ka domethënë shumë element tek të cilat duhet të mbështetemi. Unë do të thosha që janë, ky rast ngre 3 probleme themelore për funksionimin, sepse nuk është thjesht një ngacmim seksual i cili ishte shumë i vështirë për të zbuluar, sepse ishte vetëm një rast edhe shumë i vështirë. Pra, më duket sikur është një gabim dhe një ngacmim në përgjithësi në mendësi institucional. Pse them? Sepse në radhë të parë është profesionisti dhe etika e lartë, pra të intimidosh, pra të ngacmosh, të ofendosh mosdijen apo nevojën e pacientit me faktin që je ti që duhet më lutesh mua dhe unë po t'jap mundësi, pra që këtu tregohet niveli i lartë se si përdoret një profesion dhe një person i cili ka nevojë ndaj një personi tjetër. Pra që këtu është shumë e rëndësishme.
Kjo është pak e vështirë për të zbuluar, sepse shpesh mjekët kanë një lloj, si të thuash, mendësie ose një lloj mendimi në raport me vlerën e profesionit tuaj, e profesionit që zotrojnë. Në diagnostikimin e pacientet, a mund të vihet 21 vjeçare të përdorin avantazhin e njohurisë mjekësore, të përdorësh avantazhin e njohurisë mjekësore për të çuar deri në fund për abuzimin tënd, kjo është edhe më e rëndë në raport me abuzimin me profesionin. Çfarë ngre si problem tjetër? Fakti që të gjithë e dinë, pra që nga qytetarët e thjeshtë, që kanë patur eksperjenca, por e di dhe personeli, dhe të thonë, të kjo është dhe më e rëndë, të thonë që jo tek ai. Pra të thotë, çfarë vuan personeli i sotëm, që nuk mundet, që një person i cili çdo ditë merë në qaf njerëz, sepse kjo abuzimet seksuale i marrë një qaf njerëzit, sepse vajza tregoj elemente dhe tronditje të forta psikologjike që vetëm të saj, por dhe të familjes. Dhe kjo është edhe më e rëndë, pra çfarë na mungon ne në institucione që një person i cili është dënuar më parë, pikërisht për çështjen e etikës, dhe kjo është shumë e rëndësishme, është dënuar për këto lloj ngacmime, të gjithë kanë nga një histori për të treguar dhe askush nuk flet. Dhe kjo është edhe më tronditse. Dhe për më tepër, besueshmëria e viktimës, që na përket ne edhe si komunitet, pra që vajza në tronditjen e saj, ne si kulturë nuk e besojmë, viktimën po them ajo ka interes para. Pra, në komente po, dhe vajza ishte prekur nga komente. Pra është qëndrimi, që thotë që qëndrimi që mbajmë ne si komunitet, dhe një personi të cilën nuk e njohim, nuk i njohim kontekstin, mund të jetë i vërtet. Megjithatë vajza tha, mua më mjafton mbështetja e familjes, më beson familja dhe nuk më çfarë intereson na gjë mungon tjetër. ne si individ apo si figura apo si viktima të kësaj shoqërie, të cilat nuk kemi institucione, nuk kemi besueshmëri institucionale, por nuk kemi besim as të komunitetit as të familjes. Është rritur në një kulturë që të jep zë. Dhe ne nuk kemi zë kur flasim për ngacmime seksuale, sepse jemi shumë të mbyllur në mendësi në raport me çështjen e ngacmimit seksual, dhe prandaj sot sistemi i drejtësisë vuan në raport me ngacmime seksuale për t'i vërtetuar. Unë do dalë në zemër të problemit, duke qenë se mjeku ka pretenduar se ka pasur një infekcion të rënd vaginal dhe aplikon një krem i cili nuk gjendet as në Itali dhe ka vetëm ky mjek. Babait i ka thënë që do ta aplikoj gjyshja dhe më pas gjyshës i ka thënë ktheu nga muri sa ta aplikoj unë kremin, pra dalim në diagnostikim e ka vënë për të kërcyer vajzën kërce pak për të kuptuar ka strukturën e ngacmimit seksual. Apo jo, dhe kur tenton ta puthi dhe ka kryer veprimin, fillon edhe qesh mjeku, por reagimi pastaj me gjyshën dhe me babain është i ndryshëm nga ajo me vajzën. Si fillon ngacmimi? Pra përgjithsisht ngacmimi është, pra unë të vënë në pozitë të vështirë. Dhe një nga pozitat është me dijen time profesionale të vë ty në pozitë të vështirë, pra sepse ti je personi që ke nevojë dhe automatikisht për shkak të nevojës do përpiqesh të ndjekësh atë çfarë them unë, pas si profesionist. Ky është pra procesi i parë. Dhe fakti që nuk ka dëshmitar, nuk ka të tjerë, të jep ty të drejtën që ndërkohë që ti je duke treguar detaje, ti thua je duke gënjur. Sepse ai është profesionisti, ai e di. Nuk ka në njohurinë time nuk ka kulturë mjekësore që mjeku të jetë i vetmi të cilën të aplikoj të krem. Pra, kremi konsiderohet një instrument mjekësor, një pajisje ose një element mjekësor i cili mund të aplikoj çdo njeri, pa nuk është injeksion, të cilën do një specialitet të caktuar. Dhe fakti që ti nga pandesiti kalon të pjesa ginekologjike dhe gjoja me faktin se ke njohuri, kjo tregon edhe më shumë se si mund të abuzosh me një profesion të cilën është mjekësia. Megjithatë, vajza tha pash veprime shumë të çuditshme gjatë atyre ditëve që është aplikuar kremi, nuk më dukte fare normale, nuk isha fare në rehatin time, isha shumë e shqetësuar derisa vjen momenti edhe i takimit që jo rastësisht ka qenë gjithmonë në orën 18. Dhe pikërisht kjo ka një arsye tjetër që derisa arriti të kryente edhe veprimin e puthjes. Por duhet të kuptojmë që edhe pse vajza i ka kuptuar që në fillim, pra ajo tregoi që në fillim ka patur një element sigurie që diçka e çuditshme është në gjithë procedurën që ai ka ndjekur. Dhe ka rezistuar, pra thjesht ka refuzuar të shkojë në spital. Dhe kjo shpesh është arsye që ne zbulojmë dhe ne personat që trajtojmë për trauma të kësaj natyre. Dhe me pak përpjekje të gjyshes dhe të babait, ajo ka treguar, sepse kjo tregon nivelin e lartë të besueshmërisë që ata kanë ndaj fëmijës, dhe pikërisht kjo është ajo çfarë duhet të besojnë, dhe është mesazh që duhet të besojnë të gjithë prindërit në momentin që fëmia bën një veprim
kaq të dukshëm, kaq ekstrem dhe refuzon të shkojë në atë spital. Pra tregon që diçka e madhe dhe çuditshme ka ndodhur. Pra, mjeku ka parapërgatitur terrenin deri ditën e diel rreth orës 18. Pikërisht. Ku arriti edhe të bënte ngacmimin e tij duke puthur vajzën pa dëshirën e saj, sigurisht, por edhe gjatë procesit të vizitës mjekësore. Madje mas reagimit të vajzës ai kishte edhe qeshur. Dhe unë dyshoj, pra thjesht mbetet në dyshimin tim profesional, që edhe ndërhyrja ndaj apandisitit mund të ketë qenë e panevojshme. Po, dyshuese. Nëse, patjetër, nëse është Po infeksioni vaginal është dyshues? Përderisa po aplikohet ky krem i instrumenti, pra gjersa janë përdorur fakti që është një krem, pra mos kërko asgjë se është një krem, do të thotë që është përpjekur të izolojë çdo lloj mënyre marrë informacioni mbi atë çfarë do të bënte. Pra kremi dhe fakti që është në pjesën vaginale, pra ka treguar me iden e justifikimit profesional që kjo është një gjë e cila është normale dhe mund ta bëjë vetëm ai. Po diagnostikimin në qoftë se vua nga apendiciti apo jo për ta vënë vajzën të kërcej, ashtu si vajza e deklaroi, edhe kjo është skandaloze. Patjetër se tregon gjithë strukturën dhe prandaj dhe vajza në të gjitha procedurat e vizitës dhe gjitha ka dyshuar sepse ka qenë gjithmonë një element që ka qenë tregues. I rikthehemi ditës së diel ora 18 si gjithmonë. Edhe orari ti e deklarove që ka diçka edhe në orarin e përhershëm. Në të njëjtin orar dhe ditë për ditë dhe 2 herë në ditë pra ky me orare kremi, fikse. Pra se ka nevojë, pra të gjitha këto tregojnë pra që ka dashur të jetë intensiv në veprimet e qëllimin e tij. Pudh vajzën, qesh pas reagimit të vajzës, ka një përballje me gjyshen dhe tenton të iki me autoambulancë dhe vjen babai e ul nga autoambulanca poshtë dhe ai thret në emër duke thënë që ky është një keq kuptim. Çfarë do të thotë kjo? Sigurisht që e ka kuptuar, sepse në përgjithësi pra njerëzit të cilët bëjnë të tilla abuzime, pra është kapur në befasi duke thënë që është keq kuptim. Patjetër, bëjnë të tilla abuzime, kanë njohje sigurisht edhe në mbi pasojën, sigurisht që e kanë menduar dhe sistemin e mbrojtjes. Dhe fakti që është një keq kuptim, fakti që përdor fjalën gënjeshtër, pra këto janë fjali shpesh që besohen. Pra janë fjali të cilat shumë njerëz mund t'i manipulosh me faktin e një keq kuptimi. Shiko, se pas pak momentesh ai është ballavaquar me vajzën në polici dhe ka mohuar duke i thënë ti gënjen. Jo s'ka ndodhur, ndërsa babai i thot prit, se është një keq kuptim. Se kemi edhe kjo është një dhënë, pra një person që të jep vazhdimisht detaje, dhe një person që thot vazhdimisht ti gënjen, pra kjo është mekanizëm të cilën duhet të kuptoj pra sistemi i vetësisë, pra një person i cili të jep detaje, të jep detaje në kremit, të jep detaje në orës dhe shumë gjëra të kësaj natyre, është ajo të cilat bën një diferencë shumë të madhe ndërmjet personit i cili po përpiqet ta fshehi ato çfarë ka bërë. Vajza thotë që më duhet mbështetja e një psikologu në këto momente, thjesht që unë të shprehem tek psikologu, por gjithsesi reagimet e qytetarëve duke më akuzuar që unë e bëj përpara të gjithë këtë gjë më ka vrarë, thotë, por mua më mjafton mbështetja e familjes time për ta përfunduar. E rëndësishme është të dhëndej një informacion në lidhje me psikologun. Pra psikologu nuk shërben dhe nuk ndihmon apo nuk rehabiliton vetëm nëpërmjet procesit të lehtësimit të folurës. Sepse ajo tha, unë kam mendime që më vijnë nga individi. Do të thotë që kjo ngjarje regjistrohet tek individi dhe nuk largohet si ngjarje. Dhe duke qenë traumatike, e fortë emocionalisht, të cilën ka ngacmuar një nga pjesët më të rëndësishme të njeriut, ajo do të ndërhy, pra kjo ngjarje do të ndërhy në vazhdimsinë e jetës. Dhe kjo është e rëndësishme, pra prania e psikologut është që kjo ngjarje në momentin që ndërhy në vazhdimsinë e jetës, pra nuk është thjesht për të dëgjuar një zë apo për të folur, por për të ndihmuar në vazhdimsinë e jetës në të cilën si ngjarje do ta ngacmojë. Eksina, e di çfarë bëri tjetër përshtypje që vajza tha ne ishim në një ballavaçim, unë, mjeku dhe shefi i krimeve. Pa prezencën e një psikologu dhe pa prezencën e një oficere të policisë gjyqësore, një grua, një vajzë prezent. Tani me 2 burra, një 21 vjeçare shumë e rëndë, edhe marrja në pyetje. Pra police, minimalisht nëse nuk është në strukturën tonë psikologu, të jetë pak një femër, që të krijojë lehtësinë, të cilën ajo tha, që unë kisha vështirësi që përpara një burri të flisja. Dhe ti krijon lehtësi viktimës. Është ndërprer disa herë edhe ballafaqime. Pikërisht, pra ka mënyrë i krijon lehtësi që ajo të shprehet
plotësisht. Nuk duhet bërë asnjëherë në ballafaqim me autorin, pra viktima me autorin tek ne asnjëherë nuk është metoda e duhur dhe më e mirë për të shkuar deri në fund të kësaj të vërtete. Pra ka dhe shumë elemente procedurale në këtë gjë që nuk shkojnë vetë të vërtetës. Gjithsesi, vajza gjeti guximin dhe kurajon t'i bën të apel të gjithë vajzave dhe grave që gjenden në situatë të tillë që duhet denoncuar personi i cili ngacmon apo abuzon pikërisht me vajzat edhe me gratë. Ka ngritur zërin për të gjithë Korçën e vis. Po, edhe jo vetëm, për gjithë Shqipërinë. Patjetër. Gjithsesi tha unë në Itali të njëjtën gjë do kisha bërë, por reagimi me sa duket shoqëror atje dhe institucional do ishte shumë ndryshe. Ju falenderoj për prezencën në këtë studio, besoj se do t'i japim guxime dhe kurajo edhe vajzës në fjalë, eksena unë e di që ti bën edhe konsulta online, kështu që vajza nëse do edhe mbështetjen tënde mundet, besoj, e kam mirë kuptimin tënd. Profesionin e kam parim, nuk shoh asgjë tjetër përveç njeriut. Mirë, unë të falenderoj, por edhe zotin Due Pietra është telefonuar gjatë zhvillimit të emisionit edhe përpara, sepse babai kërkon një mbështetje ligjore, por sidomos një mbështetje ligjore që është jashtë Korçës, sepse besimi i babait tek kolegët e avokatit zotin Due Pietra në Korçë, me sa duket është i dobët, kështu që babai kërkon edhe një mbështetje ligjore, që me sa duket avokati e ka marrë, apo jo Sara përsipër. Paktën me sa fola unë. Ne kemi quar babait edhe kontaktin e avokatit, ju falenderoj të dyave për prezencën në këtë studio, falenderoj edhe familjen e 21 vjeçares edhe vetë vajzën, e cila ditën e sotme dha një dëshmi tronditse drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vijim, deri atëherë miru takofshim.